Për brezat e rinj, a keni një mesazh se si ata duhet të ruajnë traditën, zakonet, në përgjithësi gjuhën, gjitha gjërat shqiptare në këtë globalizëm që është sot aktualisht? Po, për brezat e rinj është ajo, me gjithë problemet që kanë për punën të tjera. Po. Kanë martesat, ka probleme për punën, profesionet. Janë, i kemi gjithë ato, ma kudo, çdo pakic, çdo Amerikani, edhe o shumit, çdo pakic, çdo njeri në botë, i kemi problemet në botë, gani, i kemi të gjithë të njëjta. Shikohet si i përbalojmë këta probleme, si shikojmë ditë për ditë. Pse çdo ditë, thot Biblia, është një ngarkim me punë, me probleme. Trimëria. Unë mendojnë se kishtë bëni vetë këtë. Trimëria shpetohet ka kumbja nëse ka interesa kulturore. Shiko, ju bëni një punë të madhe këtu, jo, me televizionin. Kjo me televizive është një ndër mjetet për të mbajnë të gjallë një mesazh kulturor nga shumë pikpamje. Në këtë moment na jemi thomi për kombin shqiptar, pse sot është shpalja e pavarësisë, por ju këtu shtroni edhe të tjerët probleme shoqërore, kulturore, historike, me të tjerët njerëz. Jo vetëm me shqiptar, po edhe me tjerët, pse kultura është e përgjithshme, jo. Trimëria djemt e familjeve të shqiptare këtu, të që më pjetit ju, jo, çka të bëjnë? Si bëra, mo kush më mësoj këto që me thomë, gjëra historike, gjëra letrare, kush më mësoj? I mësova vetë, nga i mësova, nga libret. Unë mendoj se trimëria shqiptare që është në Megrim, ka të studiojnë mirë, ka të jetë i pari në shkollet angleze, i pari, se ati i jep dhurat asë njeri, ka të i fiton gjithë me djers. Shqiptari mergjimtar këtu në Detroit, ose kudo, se aji është emigrant, po është me urt, aji ka të punoj diherë mëse të tjeret. Për këtë, si ka të jetë i pari të studimet e kombit ku gjëndet, i shtetit ku gjëndet, që është historia Amerikës, historia gjuhësore, historia gjuhës, a i këtë punoj natë e ditë, më shumë se tjeret, për të gjënë një pjesë kohje, për të përfundonjë, për të mësonjë, edhe një pjesë të historisë ti, ture bjetur në një liber, ture lexuar, ture studiuar, ka në vjen, bukuria gjuhës, e kemi, sot që jemi të lirë, me Shqipërinë që është, Shqipëria që është e lirë, shteti, si Kosova, e dashur, Dardane, universiteti e që është e lirë, na sot kemi mundësi të blemi një, edhe këtu, i shitën libra, të bjemi një liber në gjuhën shqiptare, e të lexomi një fletë çdo ditë. Vjen me thonë, me kulturen, rinia shqiptare në botë, por këtë dashuri, nëse rënja u tha, e u kalbë, unë vete marrë një liber shqiptar, se janë dhe fjallore, janë dhe sindakse, nëse duan shkojnë në Universitetin e Tiranes, e mësojnë me gjuhën letrare shqipe, ose shkojnë në Prishtinë, e mësojnë gjuhën letrare shqipe, si Barau, kjo është, për këtë rinia, nëse është krenar, ka nëna e babi që janë shqiptar, marrën këtë rruga e kulturës. Kjo rruga e kulturës në shpetoj neve si arbresh. Jo me pur, ose me pushka, ose me... Na jemi mundimtar me urtësin, me studimet, me kulturet, u bën vetimtar. Kjo nuk vjen me thënë se nuk kemi punuar ashper me token, për të fitojem sot buk. Kupton? Kuptoj shumë mirë. Për të sot buk ne e marmi. Po,
për të rosh me këto ndjenja kulturore shqiptare, ki kombi, kjo rinia ka të bëjnë këtu. Studio këtë, po të biblioteka, për shembull, në çdo shtëpi shqiptare këtu, kishte një bibliotekë e vogël, tek atundi, nëse shikoni www.bibliotekabelushi.com, shikoni bibliotekën time, vetëm shqip, vetëm në gjuhën shqip, gjithë letërsia arbreshe, letërsia shqiptare, atje, kush e studion? Vjen njerëz, bëjnë studime, të rinia, e bën diploma tek Universitetit Italian. Pse një tërgje e bukur që këta në kuptojnë disa rini që janë në mërgim, shteti Amerikan mendonjë, ashtu si shteti Italian, universitetet, kur u thomë se jam me origjinë shqiptare, profesorët që janë në universitet, më thonë mua, ti ka të mash diplomin, po, pse nuk e bën diplomin tënë, mi origjinën tënë shqiptare, mi zakonet tënë shqiptare, mi kanunën lekën, ati i intereson. Gjithë tjerat gjëra, a i di, po gjërat e mia, a i nuk i di. E nëse, kështu është vemi përpare. Te biblioteka u bën shumë diploma, në Bologna, në Roma, nga pipame juridika, mbi historinë tonë arbreshe. Vjen me thënë se kjo ushqim kultura, si ushqim kulturor, e bën të ndershem rinin shqiptare në diasporë, këtu edhe kudo. Kjo bindja ime. Faleminderit. Nderuar Belushi, arbëreshët e pavarësia. Sa bukur, arbëreshët e pavarësia. Për këtë, pavarësia pati burimin, si ju thash më përpara, nga lidhja e Lezhës, 1444, ku Skanderbeu mbjodhi gjithë këta, gjithë shqiptarët, gjithë toqërat, Muzakeun, Balshi, gjithë familjet, fiset më të mëdha, ushtarake, i mbjodhi atje, e bën besa-bes të lidhja atje, shiko. Atje u bë kombi shqiptar. Atje u bë kombi shqiptar që sot këmbëtomi. U bë shteti shqiptar, pastaj shekulje. Atje që burimi i idhes, lindja i idhes të kombësisë shqiptare, tek lidhja e Lezhës. Psa në vimi të kuvendi, vemi të kuvendi i Arberit, të kuvendi i Arberit 1703, për të bëjem për të luftojmë kapipamje kulturore, asimilimin nga otomanet, e psa na fillojen veprat e para, për ne arbresh, Luka Matranga, që shkruan veprën e tij, i kështeri e mësuar. Janë shqip, këto vepra janë shkruar shqip, kur alfabeti shqip nuk ishte. Këto kanë shumë vlerësi. Julia Variboba, një tërë arbresh, në 1700, sa janë 77, bëri gjelen e Shemrisë së Virber në gjuhën shqip. Jemi në 1700, që arbreshet shkruajen në gjuhën shqipi. Kjo isha thojt mber pavarësin, po, kjo ide u vate përpara, quindi shqiptarizmi të shpia, po gjuha, gjithmonë gjuha e kënga e gjuha, rapsodit e pike, rapsodit për besen, Skanderbeku një menate me mbjodhi trimarine, me mbjodhi me mbitoj, këto kënga të motit të parë, me rapsodit të kreshnikëve, thomi kështu, ku lartësohet besa edhe pas vdekjes, ashtu si edhe ka dhe reja, ka bërë lo spettro di Costandino, vjen me thonë se besa erdhi, ka varri, ki vati mbajti fjaljen, që kishë dhënë Siames, për t'i qelë në Siames vajzen Jurendina, që u kishë martuar largë, vjen me thënë, besa nën tokë, pas vdekjes. E këtë këjo rapsodi, që pse në fundë vdese jëma duke përfaqjuar të biljan, e vdese bilja duke përfaqjuar Siam. Kështu me kjo rapsodi.
E për këtë kjo pavarësi gjithmonë të kjo rrugë, që vetëm përpara gjatë shekujve pa që dijem qish Shqipëria. Se na kur këndojem oj morea, të këtë fjallja more, atje është fjallja kombësia. Morea është një krahin në Peloponez. Në Peloponez lindor, u kam shkuar atje, e janë shumë katunde arbresh. Sot është në Greqi, kjo, Peloponezi, non Patrasso. Po atje Kiparesia, është një qytet i madh, janë këta katunde me origjinë shqiptare, shqiptare. E në thomi, je bukur amore, si të ljemë, në ato toka që këndojem, e mendok, e njëtër gjë e bukur është kjo këtu, se arbreshet, për mos të harrojen atë dheun, që është gradishull i Balkanik, nuk është një vendit saktuar. Nuk ekzistojen këta shtete, kupton do të thonë. Po në periudhë. Shtetet nuk ekzistojnë në shekullin. Shtetet e thamse, e thami, Shqipëria ka 100 vjetë që u vunë këto sinore. Më përpara ku ishtë. O jo, po kombi ekzistonin të këne. Duhet të kemi qartë këtë ide, që është shteti, që vjen me thënë shtet, e që vjen me thënë kombë. Kupton, këto janë di gjëra të ndryshme. Po pjesa... Për këtë, kjo ideja i kombit u zhvillua, si kam thënë, gjithmonë, më përpara pat në drejtim, në qëllim, krijimin e mbrojtjen, mbrojtjen e gjuhës. Po pësana, para mbami gjuhën, këtë rëndësia e grua shqiptare këtu në Amerikë, t'i folje një Shqip fëmijës. Ma përpara është të folmi Shqip. Pëstana erdi problemi të këne, si për mua, të mësoja alfabetin Shqip. Pëstana erdi problemi alfabetit. Si janë ndjerë arbëreshët kur Shqipëria fitoi pavarësinë? Dhe si jeni sot? Cili është opinioni juaj sot për Shqipërinë? Sot për Shqipërinë, Shqipëria është atë dheu inë. është atë dheu i mëmës time. Nëni e kemi të kufizuar me sinore Shqipërinë. Kemi një shtet, kemi presidentin, kemi kriministrin, kemi një flamur. Për këtë në kemi një qëllim, e një drejtim. Si e shikoj, dhe shikoj me dashuri, pse nëni e vërteta se kemi jetuar gjithmonë në shekujve me idhen e kombit. Të këdheja shpirti arberit, ku vendi arberit, 1703, Derada bën një gazet shpirti i arberit, arbresh, arberia, kjo fjallë magjike, që është arberia, arbresh, shpirti arberit, kombëtar, ne kur thomi këto kombësi, kishëm si vëlla, gjakuini i shprishur, kishëm vëllau, kishëm Shqipërinë etnike. Shqipëria etnike është shqiptari që është në Kosovë, e sotme, shqiptari që është në Maqedoni, shqiptari që është në Malezi, shqiptari që është në Greqi. Cili është mendimi juaj për Shqipërinë etnike? E për këto Shqipërinë im këtu, na jetojmë me këtë Shqipërinë etnike. Kur thomi kombi, na kemi Shqipërinë etnike për pare më parë. Kjo Shqipërinë etnike, ajo rron gjithmonë. Kur di arbresh ka do ishen shifshin në treg o në rrugë, pa njohur, mjaftojen që tojen një fjalë Shqip. Oj, vëllau im. Vëllau im, gjaku im i shprishur, gjaku im i shpërëndar në botë. Gjaku im. Ki gjaku im vjen me thënë kombësia shqiptare. Pse ti je gjaku im? Pse foljen gjuhën time, ose thonë ti je goja ime, ti je gjuha ime. Për këtë ka rëndësi të folmi Shqip edhe në familjet këtu.
Pse është ditë një gjë magjike, kupto. Këto fjalë, këto gani, këto fjalë nuk janë simbole, nuk janë të bjerra. Këto fjalë, gjaku im i shpirt, kanë një kuptim të plot. Kanë një kuptim të plot. Po, më parë... Që lidhet me gjaku, lidhet me fjalën shqipe.